Për të 16 herë me radhë, Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore shpalli 100 kompanitë më të mira në vend. Të hyrat totale të këtyre kompanive për vitin 2024 arritën shifrën 1.7 miliard euro, ndërsa fitimi neto kumulativ ka arritur në 135.4 milion euro. Kompania Adrius u rëndit si kompania top 5, e ndjekur nga Kiper si top 4, Neptun si kompania e tretë, Pofix e ranguar si kompania e dytë dhe në krye të listës Dauti Commerce si kompania top 1 për vitin 2024. Përfaqësuesi i kësaj kompanie, Hamim Dauti, deklaroi për emisionin Business Plus se pas këtyre rezultateve qëndron një punë dhe sakrificë e madhe, e cila kërkon një përkushtim të vazhdueshëm. Po, ne falenderoj dhomën ekonomike që na rangoi në vendin e parë duke vlerësuar eksperiencën dhe madhësinë dhe zgjerimin e kompanisë tonë. Por për një nivel të tillë të punës është një sfidë shumë e madhe, një sakrificë e madhe që duhet të ndjeket për çdo vit për të mbajtur edhe ratingin më të lartë të kompanisë. Po thuajse çdo vit po dalin tema dhe problema të vetes në vetvete, thuajse vitin e kaloi të gjithë vitin duke u marrë me limitimin e çmimeve, kufizimeve edhe trajtimeve të tjera, që nuk ishin edhe aq shumë të lehta për të menaxhuar. Po gjithsesi investimet dallojnë prej viti në vit, derisa më një vit mbaron një ciklus investimesh, planifikohen investime të tjera për zgjerimin e biznesit në vend edhe në rajon, gjithsesi edhe në arenën ndërkombëtare. Kryetari i OMVP-s Nui Aliu po dënsoi se rritja e të hyrave dhe të fitimit të kompanive është niveli më i lartë në 10 vitet e fundit, ndërsa është i kënaqshëm edhe numri të punësuarve, ku vetëm 10 kompani kanë mbi 5.000 të punësuar. Për viti 2024, qarkullimi vjetor i kompanive ka arritur një shifër breslënse prej 1.7 miliard euro. Kjo shifër e jashtëzakonshme tregon rritje prej 178% krahasuar me vitin 2015 dhe rritje prej 85% krahasuar me vitin 2020. Gjithashtu, neto fitimi kumulativ për vitin 2024 ka arrit vlerën prej 135.4 milion euro, shifër që shënon rekordin më të lartë në 10 vjetët e fundit. Tregues tjetër i rëndësishëm i progresit të bërë është numri të punësuarve në top 100 kompani për vitin 2024. Kompaninë kanë krijuar rreth 10.794 vende pune. Dhe të theksohet se vetëm top 10 kompani punësojnë 5.200 punëtorë. Kryeministri Kristian Mickoski në fjalimin e tij theksoi se ardhmja ndërtohet përmes bashkëpunimit të ngushtë mes qeverisë dhe biznesit, duke theksuar se të dyja palët duhet të jenë në të njëjtën anë. Владата и бизнесмените мора да бидат на иста страна. Qeveria dhe afarisët patjetër të jenë në të njëjtën anë, në anën e rritjes, zhvillimit ekonomik, stabilitetit të vendeve të reja të punës, të investimeve, për krijimin e jetës më të mirë për të gjithë njerëzit. Ne si shtet dhe qeveri do të vazhdojmë të jemi partner jo pengesë, jo frenues, jo faktor të pasigurisë, por alati juaj, alati i biznesit, sepse ekonomia e fuqishme është kusht për shtet të fuqishëm. Ngjarja e sotme të shërbej si përkujtim se suksesi është i mundur, rritja është reale dhe ne si shtet mund të jemi shembull për vizionin, punën dhe këmbënguljen se mund të japim rezultate. Një ndër arritjet në këtë top 100 nga OMVP ishte edhe ankimimi kundër ligjit për tatimin solidar, ku për herë të parë shteti humbi një kontekst të këtij lloji, duke hapur rrugën për kthimin e 49 milion eurove në llogarinë e kompanive të dëmtuara.